Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu ne falenderojmë, selavat dhe selamet tona i dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij. Nëse Allahu xhalla shanuhu dhe thëmë o Zoti ynë sanata e cila është e dobishme, na mund sot kemi dobi nga e cila mësojmë, na shtet detyrinë, sinqeritetin dhe veprat e mira. Vazhdojmë me pjesën e dytë të ndërmarrëdhëzër, të asaj që ka të bëjë me thirrjen ose me davetin. Pasi kemi folë për domosdoshmërinë e thirrjes, vlerën dhe disa prej bazave të cilat duhet të bazohet dhe duhet të jetë thirrja në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Vazhdojmë me pjesën e dytë e cila është shumë e rëndësishme dhe e cila është determinuese dhe përcaktuese e suksesit të parës. Pra, pjesa e cilën e kemi para vetes është pjesë e prekshme, pjesë praktike. Tek e fundit të nderuar vëllezër, feja nuk është diçka abstrakte. Na kur i thrasëm njerëzit në rrugën e Zotit, nuk i thrasëm në diçka e cila thirrsi, do të thonë i thirruri, mund të mbetet para një dileme se çka po thirr ky, për ku po më thirr ky, çka po don ky e kështu me radhë. Do dilemat janë të panevojshme sepse është diçka shumë praktike. Andaj edhe Allahu subhanahu wa taala në ajetin i cili është bazë e jashtëzakonshme dhe bazë shumë e rëndësishme e thirrjes, Allahu xhalla shanu thot kul hadhihi sabili. Thua ju, që kjo është rruga jam. Shumë praktike. Që kjo, edhe po të tregon praktikisht që ta Allah po të thirrë jone. Nuk jam të thirrë në diçka e cila ka mjigull. Nuk jam të thirrë në diçka e cila është e pakapshme, diçka e cila është imagjinare. Tash mbledhen dhe njerëz dhe po flasim për fe, sikur na po flasim për galaktika të parritshme. Shpesh herë ndoshta feja paraqitet si një lloj konspiracioni, janë mbledhur mbrana atje, i kanë qitë rregulla, tash ato janë, jo, kush e skapton. Çka ka në fe që është e pakapshme dhe pa prekshme? Skapton. Që kjo është Allah thon. Nuk ka vëllazëndom, nuk ka asnjë rregull në këtë dynjë i cili është më transparent, më i hapun, më i qelun se sa mësimet e fesë. Kush s'ka të msheft? S'ka, madje e dini do më pejgamberi thon, nëse njerëzit në dynjë angazhojnë njerëz special për me ruajt privatësinë e tyre, pejgamberi azëm ka angazhuar njerëz special me e nxjerr privatësinë e tij. Ju dallim shumë i madh. Për të treguar se s'ka vëlla këtu diçka kupton. Nuk kam shef kur gjë. Ata shpesh herë apo kupton, njerëzit po adin kësi që nuk e kuptojnë ndoshta as thelbin e fesë dhe po flo, jo vëlla kupton. Na këtë çka të flasëm, apo? Pa të thonë shpesh herë. Këtë çka flasëm na, kena qef tonë me nani. A kuptani? Dhe na nuk flasëm diçka që s'kem qef tjetë me nani. Tash më mbledh dikon në shef, dhe tash hajde të flasëm diçka më abman që s'ka, pëtën. Mësimet fesë, udhëzimet fesë, nuk ka. Dhe këtë çka të flasëm na, kem na qef tonë me nani. Sepse praktike, kushdo që tjetë, çka do që tjetë feja praktike, që vëlla që kjo është? Që kjo është? A beson, as beson? Nuk është çështje jone atë asaj. Ti tërkuj. Ama kul hadhihi sabili, që kjo është? Ad'u ila Allah. Unë thirri për tek Allahu, nuk thirri për tek vetja. Kjo është. Nuk thirri për më bë argat të mi. E kuptani? As më bë shërbëtor të mi. Su vyni. A pëtën, tash juve po vëllas kur do që s'dëvynë Allah kërkosh. Unë po thiri për tek Allah azza wa jall. A ma dite për nera, as ma dite për nera, më falenderova, as më falenderova. Pjesë e parëndësishme është. A kem rrinë të Zoti, kur njët mos më përmend. Thjesht, a je përmisuti, kur njët mos më përmend. Sepse nuk kum thirr për më shërbi mu. As ka uzës tem, apo individuale, as grupit tem, as xhamatit tem, as hoxhës tem, apo
Ja, dhe tash këto është një çështje shumë e rëndësishme. Ma në mend vllaznia thon. Kushdo që merret me thirrje dhe thirrjen e tij nuk e ka për Allah, po e ka për filan grupi, e ka për filan organizimi, e ka për filan apo çka do të jetë, di se nuk ka hajër në thirrje. S'ka kjo fe thirrje në individualizma, as në shejtrinë e njerëzve, as të organizatave të caktuara, as të organizimeve të caktuara. Jo, thon. Hiç ad'u ila Allah, unë thirrje për tek Allah azza wa jall. Taç. Ala basira, ato që përmend me dituri domethënë, me bazë të dijes, ana wa man ittaba'ani, unë dhe kushdo që e ndjek, kushdo që e ndjek këtë rrugë. Andaj ai i cili thirr të vëllazër, njerëzit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ai duhet me qenë i mirë. Duhet me qenë i mirë. Sepse ai po thirr në të mirë. Ai po bardh në diçka të mirë. Ai nuk mund të bëkoj për krym. Jo, ama duhet me qenë i mirë. Kjo është e domosdoshmëri. E domosdoshme. Andaj duhet me pas disa cilësi. Duhet me pas disa edukata, disa morale, ai i cili merret me thirrje. Thirrja, domethënë, edukata e parë, cilën duhet me u hjeshu, e me u zbukuru. Thirrsi është ikhlasi, është sinqeriteti. Pa ikhlas, pa sinqeritet, mos jam syn kush më marr me këtë punë. S'ka me pas bereqet. Vallahi jo. Se më në mend vëllai jepën. Më në mend një gjë, mos e harroni kur. Një profesor i ekonomisë, po za. Një profesor i kodionë politike caktuar, një inxhinier i fushave të caktuara, ku po dion apo një mjek i një teze të caktuar. Mundet me ligjeru lëndën e caktuar. Madje mundet me mahnit ndëgjuesit. Edhe ata cilët e përcjellin. Apo ka oratori, ka përgatitje, ka argumentim, apo edhe krejt mund me ka sallë e madhe, mund me ka sallë e vogël, mund me ka audiencë vizuale, mund me ka audiencë reale, çfarë do të thotë, në fund këtë me të mahnitën. Dhe ata me marrë ato, me zbatu, me bunu, optën edhe, ama ai cili ka fol, zbeson het në gjatë tezë. Hiç se beson optën. Ama arrin me plasu mirë. Në feja ka kështu? Mund të dikosh me të fol ty për me të fol ty për xhenetin, e me të mahnit apo thon për xhenetin, e vetë zbeson heq në gjallje. S'mundet apo. Sepse fjalët që fol fliten për fe. Mos harroni këtë thon. Mas pari shkojnë nalt. Shkojnë tek Allah azza wa jall. Atje marrin legitimitetin për me hyrë në zemrën e dikujt sa mos me hyrë. Të tjerat shkojnë direkt. Allah azza wa jall ka mësuar direkt me shku. Fjalët për Allahun smrin ndryshe në zemrat e njerëzve pas përmes rrugës Allahut azza wa jall. Andaj ikhlasi, sinqeriteti është domosdoshmëria pa të cilën nuk mund të paramendohet thirrja në rrugën e Allahut. Sepse çdo thirrje pa sinqeritet ka me bë kaos, ka me bë fesad, ka me pas çrregullim, ka me pas thirrje në dikant tjetër pas Allahut azza wa jall. S'ka me zgjedh rrugën e dur, s'ka me zgjedh mënyrën e dur. S'ka me pas asnjënën pe pika që do t'i përmendëm, nuk mund me kanë prezent nëse nuk është ikhlasi. S'ka thirrje pa ikhlas. S'ka punë pa ikhlas, ama sidomos thirrja në rrugën e Allahut azza wa jall. Duhet me rishiku në vazhdimsi punën e ikhlasit. Morali i dytë, pra edukata e dytë, morali i dytë i thirrësit është ajo që Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu xhalla shanu e ka përshkruar pejgamberin e tij Raufur Rahim. Ajo është me pas rahmet për njerëzit. Tash këtu nuk do të përmend, po do të mundona me përmend gjëra praktike.
Pse duhet me pas rahmet ndaj njerëzve? Sepse ikhlasi, sinqeriteti na tregon dhe na mëson se ai i cili s'ka mrri hala me kanë i udhëzuar, e me kanë që aty ti ku je, ai ka mangësi, ai ka tmeta, apo? E këto tmeta nuk janë produkt i diçkafe tjetër pas i privimin nga Allah subhanahu wa taala. Normalisht me meritën e tij, po është privim. Dhe njerëzit të zhytur në gjunahe, e ngabime, e lëshime, na duhet me pa me synin e dëmshurisë, jo me synin e nënçmimit. Dhe mandën men, vazhdim. Mandën men. Është dallim i madh, shumë i madh, mes atij i cili kur thirr dikan në rrugën e Zotit, e thirr nga pozicioni i rahmetit edhe i mëshirës, dhe atij i cili të tjerët i thirr në rrugën e Zotit nga pozicioni i epërsisë. Shumë dallim atë. Pozicioni i dëmshurisë edhe i rahmetit, i mëshirës, dallon shumë pe pozicionit të epërsisë. Sepse ai i cili thirr pe pozicionit të epërsisë, ai mas pare e kam vlerësu veten e tij, e ka nënçmu ato i cili është poshtë, dhe ai e shep pe një pozicion lart, hajde ka, nuk ka me zgjedh shprehjet e duhura, nuk ka me zgjedh mënyrën e duhur, nuk ka me zgjedh kohën e duhur, nuk ka me pas dert apo vjen ai as po vjen, po thjesht ka me pas dert a e kryti si një lloj obligimi, e shpesh herë kjo ma shumë ka efektin e nënçmimit ndaj tij se sa të dëshirës për me kanë i miraj. Pa ta në qoftë se sheh historinë e pejgamberit alayhis salatu wasalam, a e gjani në i herë në i pozicion që pejgamberi sa me ka këshyr dikan për porë, hej, hajde të kanë se, ja, pëtën, madje dhe ata që kanë pas kërkesat shumë interesante, ka ardhur njëri, apo pëtën, pejgamberit Allah të zëgjë, për thët, apëtën, leja me bo zina. Qëtu me ardhë kur me thonë, apëtën, qëre, one mirë, bëllë, keni po, që one po pënjekë, po one po të më... Po, ka orë tjetër, apëtën, në gjamit pejgamberit, asëm ka orinu. A e kuptani, vëllazni, apëtën? E ka orë tjetër, apëtën. E format se në pejgamberi sa me ka përdorë, dhe mshuria se pejgamberi sa me ka përdorë, mshira se pejgamberi sa me ka përdorë, madje, apëtën, edhe në dhënien e fesë. Aisha radiallahu anha ka thonë, ma khuyira nabi sallallahu alaihi wasallam bayna shay'ain illa ikhtara aysarahuma in lam yakun ithman. Nuk i ka ardhur mundësia pejgamberit sa me përzgjedh mes dy punëve, përveç se ka zgjedh më të lehtën. Për me dhënë njerëzve. Më të lehtën. Sa nuk u kon gjuna. Gjithmonë ku ka pas hapësirë ka zgjedh më të lehtën. Ndaj, vëllezër, dallimi mes gjëratave të hershme dhe neve, ndoshta shpesh herë te kjo pjesa e rahmetit të mëshirës njerëzve është se na dina me avdhon njerëzve versionin e fundit të parukdalje, ndërsa vetës dina ka pak me ilan hapësira, po thënë, se ka dhe mendim tjetër, ka dhe banë edhe qështo, mujna dhe dyqysh mi abon, po, thënë. Ata kanë pas të kundërtën. Ata njerëzve ja u kanë letu, so kanë pas mundësi, ndërsa vetës ja kanë shtrengu. Andaj, rahmet për njerëzit të vëllazni. Rahmet se njerëzit kanë të lashat ma. Njerëzit kanë problemet ma. Sidomos në kohën e stresit, në kohën e frikës për tarmen, në kohën e ngarkesave të mëdha, njerëzit duhet fort duhet me avdhon qetë edhe amel dozën. Të ke fundit, njëra mundet me shku të mjeku, po, edhe ja qetë një ilaç caktum. Edhe pse i thot, kemi pi qita, a mo kemi pi, a ka 3 mili, 4 mili, që ka që ura, shko njëri të shpia, thot, po pse pëllo se pi këtë për i herë, sa lona një javë dhe të me pi. A kam i pi qita? Po pse se pi për i herë krejt? S'panë e vlapëtën, s'panë. Pa të i ka orë për jam 23 vjetë Koranu i ka zbit, gradualisht, gradualisht, ka dalë, mëshirë për njerëzit. Sot vëllazni, njerëzit ka nevojë për mëshirë. Edhe në
formulimet tona, edhe në shprehjet tona, edhe në balancin mes frikës edhe shprehjes, edhe dela I thot apo s'ka hajrën këtu met apo ku heq kërkon sumet hajr. Njëllën e poshtë apo në arab dikun aty të ful. S'ka hajrën këtu met apo kry hajrën këtu met për shkak të sprove të caktuara apo. Dhe çai bën kjo punë apo. S'ka hajrën, çka po bëjmë vëllana? Ti çfarë po bën mas pari? A s'ka hajrën këtu met? Ti ku po shkon? Ti çfarë po bën? Apo s'ka vëllon. Hyp me thot apo nëse se ata këta apo s'ka dobi, unë s'po flas hiç. A vëdeni problem. Njerëzit kanë nevojë për mëshirë, njerëzit kanë nevojë për rahmet. Sot sidomos, njerëzit kanë nevojë për kujdesin e madh të therrësve. Shumë kanë nevojë apo. Sepse tanon zeft e kapën. Edhe kur të vjen te te apo mia me përdor apo të njëjtin problem apo. Dhe padyshim kjo nuk është dëshirë jona, kjo është morali pejgamberit alsam. Kjo është praktike pejgamberit alsam. Law kunta fadhlan ghalidha alqalb lanfaddu min hawlik. Nëse kisha me kon I ashpër I vrasht me ta, Allah se kishin me tik bre. Kërkosh s'kish me të najt afër të teje. Pejgamberi Allah. S'kish me të najt. Lema dikuj tjetër. Andaj mëshira për njerëzit është jashtëzakonisht e rëndësishme si moral që në besimtar duhet me pas. Butësia në momentin e hidhrimit është rahmeti është diçka tjetër, tash butësia në momentin e hidhrimit kur të vjen diçka prej atyre që ti nuk e don, në thirrje, dhe reagimi përballë, domethënë gjithçka që mundet me ardhë si rezultat I thirrjes është I domosdoshëm, për shkak se nëse mungon kjo butësi në reagim, apo njëri mundet pastaj mos me pas balancin e dhënies të fesë, e me kalum personale. E na s'kem personale me kërkan. Ka hera diçka që mallën vllaznia, shumë prej thirrsave. Ka herë më që mallën si tash do ndoshta më përmend, po ndonjëherë për shembull, policia kur të nalin, janë disa që ja marrmendja që kur e ke shkelti rregullin, apo jetu ja bë personalisht atina. Ti s'ke të bëj kurrë me personale, sa as nuk e ngjas, nuk di kush është. Ai ka obligim me zbatuar rregull. S'ka kurrë personale. Na nuk kemi probleme personale me njerëz vëllazë. Thirrsi nuk guxon me pa problemet e njerëzve, probleme personale të tina. S'janë. Apo, andaj në momentin që na nuk e aktivizojnë butësinë dhe reagimin konform mësimeve të fesë, na kemi me kalum personale. Si të kalon personale, ti nuk kemi dhënë më të mirën e fesë. S'kemi dhënë. Për atë arsye, ai kur ka thonë la ilaha illallah, që u kon 8 shpatës. Apo, në 8 shpatës u kon. Krejt rrethonat kanë thënë që ai ka pas vish me pështu pe shpatës. A ka pas kushtimisht po tham, ka pas drejtë vëllai. Se ka luftu, mundu me myt, s'ka mujt, e ka rëzu, tu dosh me ka thonë la ilaha illallah. Apo, a dini që ka po pejgamberi për këtë punë? A dini vllaznia apo? Kjo tregon apo se reagimit, pse? Sepse apo reagimi i sahabis apo këtë rast nuk u kon reagim apo e mbostë fesë. Ka reagim personal. Ai me shihadin e tij ka marr, po ky pe ban se për shkak të saj. Në momentin që na ju them tjerëve se ky pe ban për shkak të saj, na kemi kthyer personale. E si të kthesh punën e thirrjes, davetet personale, ai është I dështuar. Është I kurdisën, I programuar që ai me dështu. E dini pe jam shumë ka. Ala shaqaqta sadrahu. Ati ja ke qa gjoksina. Ati pidim se pithat aja. Ati e dim se e bani aja. Po se din vllaptën. Në momentin që se din, nuk ka kurrë personale. Kjo e leton shumë vëllazë. Kjo na leton shumë dhe na mundson që pastaj sjelljet tona, moral jon përballë tjerëve në reagimet e tyre me kanë. Andaj ka thënë pejgamberi, lejse shedidu bi sur'ati, nuk është I fortë ai I cili, domethënë e kthen me një herë reagimin, po ka thonë shedid edhe I fortë edhe I fuqishëm është ai I cili yemtelek nefsuhu, ai I cili nal veten e tij në rast të hidhrimit, në rast të ballafaqimit me ato që nuk duhet. Mungesa e kësaj butësie
sill pasoja të mëdha. Madje shpesh këto ke njëri nin edhe në fetva dhe në përgjigje, kupton? Kur dikush provokon, kur dikush gjun, kur dikush kupton, tani kthimi i saj me pa çet moral, jo rallëherë është, domethënë jo rallëherë është shumë i dëmshëm. Moral tjetër i domosdoshëm është sidqi edhe amane, besnikëria edhe vërtetësia. Besnikëria edhe vërtetësia. Që njerëzit me kuptu vëllazë apo që këtë rrugë, këtë fe, këtë thirrje, këtë dëshirë, apo nuk e kem të përzim me kur gjë të kësaj dynjaje. O këto duhet me ja vërtetu. Kjo duhet me ja vërtetu njerëzve. Për ata a djaloshi kur ka ardhur apo në surën Yasin, çka ka thonë për këta pejgambert? Ka thonë ittabi'ul mursalin, ka thonë ndjekni këta pejgambert. Ndjekni këta të cilët ka thonë nuk dojnë pasoni për njerëzve. Se kanë dertin e parë këta. S'është derti i pasonisë. Nuk është derti i privilegjit. Këta nuk përkërkojnë diçka për vetë, ato që përmena më herët. Vërtetësia në thirrje, qoftë në ato cilën e besojmë, qoftë në ato cilën e përcjellim, qoftë në saktësi, qoftë në amane, besnikëri, sepse njerëzit kur ta besojnë fenë vllazni, ta kanë besu të ardhmen e tyre. Njerëzit kur ta besojnë fenë, ta kanë besu ahiretin. Për ata nuk ka krim më të madh. Nuk ka me pas krim më të madh në ditën e gjykimit se sa ata të cilët besnikërinë e njerëzve në aspektin e fesë ua kanë keq përdor. Shumë është problem. Nuk ka krim më të madh. Sepse njerëzit në dynja mundin me të besu, po të vendosin në prova të caktuara. Ma ai cili ta ka besu fenë, ai cili vjen me të vetë për fe, ai cili dën me ditë për fe. Po kjo punë e madhe thasë. Pa ta tregon Sheshenkiti, Allahu mëshiru, Allahu e ruajt. Për babën e vet, Allahu e mëshiroftë. Ka pas dietar të madh, hoqë të madhe ka pas. Edhe thot ka ardhur dikush një herë më konsultu diçka me babën. Thot të dera. Thot ka net koxha gat. Edhe mos e ka kry bisedë, thot ka ardhur. Ka hin baba mrana, thot po e pyes, thot Shenkiti. Po e pyes kush ke, thot ke filani. Thot ç'a deshti, thot e pat një punë. Thjesht mohabet me babën. Thot edhe unë Shenkiti thot, si thot insistova koxha shumë me ditë ç'a kanë fol. Çka deshti, çka tha, ku hin, thot mas e po insistimin tam të shumt, thot ma ka thonë këtë fjalë. Shenkiti për babën e vet. Thot më ka thonë vallahi, kryt pranoj me makput. Ama nuk pranoj me kallzu, dertin edhe brengën që ajo ardhur me bë te une, apo për shkak të besimit të fesë. Ai s'njeh valla personalisht ty. Ç'a din ai kush obligimi valla. Apo çe ka bë ato me ardh për shembull te une te filane ka po feja. Apo tash imagjino ti çat besimin që ai ka për shkak të fesë ti më ja kesh përdor. E më dal me kallzu me ja kesh përdor. Tu ani sprej aso që po përmani më thjesht që është një bisedë, një dert, një gale, e s'po flasim për më shumë. Më ja kesh përdor pasoninë ose do bila më ja kesh përdor ndërën ose më ja kesh përdor diçka për shkak të besimit që ai ka pas të fe. A dhe vllazni, kjo din, kjo thirrje jona, thirrja pejgamberëve, ka ardhur deri këtu ku ka ardhur na për shkak se ka pas vërtetësi, edhe ka pas besnikëri. Çaq. Momenti që këto dyja nuk i ka, ose i cenohet në jona për tyne, problem është Allah. Problem është. Andaj, sidqi edhe amana, amaneti, janë moral i domosdoshëm që duhet me u pajis thirrsi në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Prej moraleve të domosdoshme të thirrsit është thjeshtësia. Tawadu. Që njerëzit me pas mundësi me të prek. Nuk ka thirrje prej pozicioni, se kjo lidhet me ato më herët. Nuk ka thirrje prej pozicionit të kibrit. Apo, pe nalt. Jo. Pa ta ka hina i ka thonë, cili për ju është pejgamberi sa.
Cilë për juve ka thonë në shpjegamesën. E kur ka shku Omeri atje, i ka rarani me ka shërptori tina me kon deve. E ndonë ato të e prita për të shërptorin e sen. Ka se amën kjo është. E mirë lë mu'minin, thejtë se këtë muslimanve. Po. Me ta thirje ju në me kanë praktike. Sepse kush jemi na? Qatë ngritje që po e banë, sepse se cilat për këtyne lidhet me të parën. Qaj pozicion që ti e ki, a e ki për shkak tonë, a për shkak të fesë? Për shkak të fesë. Andë ku guzon ti me përdor fenë, për me e përdor për përsin dhe tjerve. Andaj vllaznia, kjo është shembull, po thuhet që në vendet ku ka përhapje të shizmit, sidomos në vendet e ka Pakistani, është për shkak njëna për sebepe, është se ata kanë zbrit në nivelin e njerëzve. Që të janë hime, ta ka nejt, ato qendrat e tyre janë kanë të hapuna, për dallim për i do thirjeve, edhe njerëzve që thirin në besimin e saktë të vërtet si thirrja, po për shkak të mungesës së këtyre, ku shumë barriera ka për me mriti deri te filane ose filane, s'mund të kontakton e vllaptën. Ka orarin, tak, ai ndon me ndjek veç, orarin problem është. Andaj thjeshtësia edhe pas e mundësi që njerëzit me të prek, me pa, ato që thash më herët, që kjo është jeta vllapë, ç'është jetojmë na vllapë, s'kemi nevojë me mshef kur gjë. Apo ka shumë se cilin jemi të gatshëm me fut në jetën tonë individuale, madje edhe familjare. Sepse që ta jemi ne, nuk mshefum diçka. Andaj thjeshtësia është moral i domosdoshëm i thirrësit. Nëse ndodh me u ngrit doza e kibrit, e mendjemasis dhe e përsis ndaj tjerëve, ajo është e destinuar që të dështoj. Prej moralive të domosdoshme dhe ndoshta fundit prej atyre që po do më përmend, prej moralit është uniteti. Moral i domosdoshëm. Pse është uniteti? Sepse uniteti pothuajse i përmbledh të gjitha këto që i përmenëm. Njëri kur është i sinqert, ai bën përshtypje që kush pat sukses, e kujna i du lemni, kujna jo. Ja, sepse ai e ka mendsi që këtë njerëzit po mrinë te Zoti. Ai cili nuk është i sinqert, ai ka me pas mungesë të unitetit, sepse ai ka me tentu me ngrit veten e tij ose grupin e tij ose xhamatin e tij ose shoqatën e tij ose organizatën e tij kështu me radhë. Ai cili ka mëshirë dhe rahmet, ai ka me rujt unitetin. Sepse ai punon për grupin, nuk punon për individin. Sidqi, amana, ma shumë se individualisht neve na vyn në grup. Apo na vyn në grup sepse 1, 2, 3, 4, 5 pe grupit, pe njerëzve, pe thirrsave, mos me pas sidq edhe amana dhe veprimi tyne me pas pasoja, ata kur gjuhin nuk e përmenin më veç filan emnin. Vllaznia thon. Njerëzit dhe ndoshta edhe sot shumicën e goditjeve që i kemi pësu dhe i pësujmë si muslimanë është për shkak të veprimeve të disa njerëzve, të cilët nuk e kanë ndi veten pjesë të grupit, të unitetit, të rujtjes së xhamatit, të bashkësisë muslimanëve. Por veprimet e tyre nuk i kanë llogaritë se mund me pas efekte dhe ndikim edhe të këtë tjerët. Andaj kur del thot hoxha, apo veprimet caktuara të njerëzve janë veprime individuale, ama ata kur gjuhin tani gjuhin me komplet. Gjuhin me komplet. Pra ata nuk rënën diçka, po kupton? Nuk rënën diçka thirrjen, më shumë se sa prishja e unitetit. Pra ata tham vllazni, po kupton? Mirë për ato i miri. Dhe këto kanë bindje. I cili veprimi i tij ndikon në prishjen e thirrjes së muslimanëve.
të rregullit muslimanëve, të përparësisë që kanë ata, të imazhit që kanë ata, mirë për ata të mirët. Vëllazëni japën. A dini që pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka ditë emrat e munafikave me listë, apo me listë për Allahut azza wa jall. I ka ditë. Edhe fetarisht, shejatikisht, ka pas drejt me marrë masa ndaj tyne. A ka pas drejt? Ka pas drejt. Nuk ka marrë. Pse? Se ka thonë mos të thoj njerëzit që pejgamberi sa për hakmerët shokëve ti. Quhet apëtën herifi 5 pare si jep. Shkruan status. Shan ata, ban ata, vepran ata. Që zban apëtën? Edhe 5 pare si ka që tani kur t'i gjujnë musliman, t'i gjujnë për mes derës tina. Mjerë për ata, i miri për mes të cilit sulmohet islami dhe muslimant. Wallahi, Allahu mos na nxjerr ditën e gjykimit e që për mes neve është prish imazhi muslimanëve. Imazhi është përcjellë asnjë. E madje ju dini, agjerimi kur është bë obligim? Mas hijretit apo? Pse nuk është bën obligim në Mekë? Apo disa prej komente është se për shkak të vështirësive që i kanë pas, apo pejgamberi më ka thonë jo, apo se thonë apo më shek që kjo azbuk spele me hangër. A kuptoni? Sepse janë gjendje të dobësisë, edhe në gjendje të rëndë. Dhe uniteti vëllazëri. Uniteti është i domosdoshëm. Pata për jam sa punën e parë që ka bërë, që ka shkuar në Medinë, si ka shkuar në Medinë, cila u kon? I ka marrë xhaminë dhe ka vllaznuar, ansartë të magjerët edhe i ka vllaznuar, fiset e Medinës mes vetë, Për ata, më në mend, çdo thirrje që thirr në shamjen e tjerëve, në fymjen e tjerëve, në akuzat ndaj tjerëve, në çka do të jetë, në prishjen e unitetit të muslimanëve, është thirrje e destinuar për më dështu dhe nuk është thirrje dhe nuk është moral cilën besimtari duhet me pajis veten e tij. Andaj uniteti është morali domosdoshëm cilën besimtarët duhet përmes tij me përcjell thirrjen rrugën e Allahut subhanahu wa taala. E pastaj këto janë disa morale që do të më pas thirrsi. E janë disa, po themi, morale të cilat nevojiten për thirrje, domethënë edhe përcjelljet e thirrjes, e padyshim se e para për tyne ose domethënë ajo mënyra e parë dhe morali i parë i thirrjes është që t'i thrasim njerëzit në fe me veprimet tona para se t'i thrasim me fjalët tona. Kjo është rregull, thirrja jon nuk është, pa ta thash, thirrja jon nuk është diçka abstrakte. Se në thirr dikan në thirrje në rrugën e Allahut xhaleshanu me diçka që do të thuçe praktikisht. Andaj a jemi në gjendje se cili prej neve thërzve me thonë janët hajde vëlla, se unë po thirrin çato që unë baj. Edhe nesër për Allahut me dalë me thonë alhamdulillah që unë mora fen, pe qitina në veprimet tina dhe umdule sakt. Kudvetul hasana. Allahu subhanahu pejgamberi sa më ka thonë, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Shembullin më të mirë, shembull e keni. Ç'është duket? Mos më apo se njëri që po dalin në televizor atë ç'është duket në muslimanaj. Nësë po flasim për kështu. Po flasim për praktikisht, praktika apo. A shembulli jon më i mirë i devotshmërisë, i leximit të Kuranit, i faljes, i saktësisë, i prezisitetit, i jetësimit të këtë atyne mësime. Andaj, morali i thirrjes i domosdoshëm është shembulli mirë. Pastaj mau'izatul hasana, këshilla e mirë, zgjedhja e fjalëve të duhura, e shprehjeve të duhura, e momenteve të duhura, jo çdo herë njerëzit janë gjendje me të ngu. Jo çdo shprehje, jo çdo mënyrë, jo çdo formulim e arsyeton, njëtin e mirë që ti kemi ja përcjell njerëzve. Andaj duhet të përzgjedhen shprehje të caktuara me njerëz të caktuar. Apo Sheikh Bin Bazi, Allahu e pasmëshiruk, është një libër, që ja kanë përmbledh shehët komunikimin me njerëz të caktuar që ka pas. Njerëz që kanë pozitë, me drejtuar mbas pozitave që kanë. Pejgamberi sa më ka drejtuar, adhimur Rom, më të madhe të romakëve, më të madhe të persianëve. Apo
Unë është ja me fjalorin e gjuhë, apo na fjalët, shprehjet, mënyra, koha kështu me radhë, janë të domosdoshme si moral i thirrjes edhe i përcjelljes së asaj. Polemika në ato që është më e mira, ku atëherë kur nevojitet, domethënë polemizimi, polemika, kur ti dialogon me dikan, polemizon me dikan, por bazë të rregullave të caktuara, të cilat e determinojnë prej ikhlasit atje, e sinqeritetit, e vërtetësisë e kështu me radhë, ku njëri nevojitet me dialogu me dikan, me qetësi, me urtësi, me butësi e kështu me radhë. Po i përmendni si shpejt, e katërta prej moralit të thirrjes është përshkallëzimi. Domethënë, thirrja në bazë të përshkallëzimit dhe jo e tëra të jepet komplet ato që përmendëm pak më herë, por të jepet në doza të caktuara, në masa të caktuara, dikujt e jep më shumë, dikujt e jep më pak, kjo është fik, kjo është urtësi e thirrset. Domethënë, pa ata dikush që ditë ata, po filani ti tha çështu, aty tjetri ti tha çështu, po ai është përcitable, domethënë. Dikana shumë e rëndësi me ngrit gama e mimojt veten e vet. Çaq. Apo pe dikujt na kërkon pak më shumë, pe dikujt na lyp më shumë, pe dikujt na lyp hala më shumë. Pa ata më shumë ka thonë, domethënë, ka thonë mirë është Abdullah sigurt falej natën. Po, domethënë ai ka ngrit standarde, sa ka mriç atje. Po ti s'u thua opton tash me të njëjtën me thon burra, opton këti nit burrat mira më natën si ne to fal, opton sa i 5 vakte si fal, do të më janë me fal 5 vakte më pare ose halat të besimi kështu me radhë. Ndaj përshkallëzimi është shumë e rëndësishëm në thirrje dhe në moralin e thirrjes, opton. Prej moralit opton të thirrjes, jo të thirrjes, po të thirrjes, është që njëri me i shfrytzu momentet të duhura, momentet që kanë të frytshme, Ramazanin, për shembull në dek caktuar, në moment kur njerëzit apo janë në gjendje caktuar, më ia dhon një ilaç, më ia dhon një mësim, më ia dhon një urtësi, më ia dhon një përkujtim, më ia dhon diçka që atij i nevojitet edhe i duhet, sepse njerëzit jo gjithherë janë gatshëm me të ngu, po ka momente ku janë gatshëm me të ngu më shumë, sepse për shkak të rrethanave të caktuara, të gjendjeve të caktuara, ata janë më të gatshëm me ndëgju. Të lehtësimi, apëtan. Sidomos në kohët të caktuara, apëtan. Yessiru, pejgamberi kur e ka nisë ata për rrugë, ka thonë yessira, sepse janë kohë dy, wala tu'assira, lehtësoni e mos vështirësoni. Ka thonë bashira wala tunfira, edhe përgëzoni e mos i tranani njerëzit. Tranani valla se fja sa me tranu njerëzit Allah. Në farë përshtypje se apëtan, dyqysh sa më i vrasht, sa më jashpër, qaravesht, me do flok, do sy dëq, apo kështë punu gatë me u pasyru, ato feja se qështo, kush hen feja, apo pëtën, aty pa që ka, pëtën. Shohet pa, pëtën. Aty të mytin, vla, pëtën. Aty të mytin, aty zgudzën mas, fry me maras, zgudzën me kesh, zgudzën me dala, apo subhanallah, kur e sheh historinë e pejgamberit, edhe kur e sheh rregullat e fesë, pëtën. Krejt kanë qu ka lehtësimi, subhanallah. Krejt rregullat, pëtën. Kanë qu ka lehtësimi. Ka bëmja përshtatshme, pëtën, e praktikimit. Ska, pëtën, nuk ka rregull që nuk ka përjashtim. Ska, pëtën. Amo, se duket ma, pëtën, nefsi e dëna, pëtën, shejtani e nëzita, pëtën. Gjanë, qaravesht, kërloshavt, apo thënë, në varfon të kur të falë të më fol veç për xhehenam, apo thënë, më të ty këtë myt, apo të çito. Kush apo thënë? Merë pa historinë e pejgamberit. Ku gjan jetën e pejgamberit asam kështu. Ku gjan Allah, apo thënë? Gjan apo të përgëzime, gjan apo thënë, gjan lehtësime, gjan kardha apo thënë. Ka thënë helek të rasul. Ku marrua pejgamberi Allah. Vllazni apo thënë. Ku marrua ka thënë pejgamberi. Ka wakat apo thënë. Ka thonë, ku mba, do më thonë, mardhanje me grunë në Ramazan. Ka thonë, a kina i sen me dhona, pëtën? Në gjina ka thonë 2 muj. Aja zonë ka thonë, s'mujta me ba sabër, pëtën, qitash dhe po pëtën 2 muj. S'muj ka thonë. Ka thonë, ani, pëtën, ushqej do të varfër, pëtën. Sushtrani ka thonë, a ka ma të varfër se one? Ka thonë, bed dëhur ma dikush, pëtën, ja ka thonë, pëtën. Kanë që janë në fukaraje dikon, apëtën. Unë për të dhonë që janë fukaraje, apëtën. Kanë ka ma fukaraje, se unë jarë Rasulullah. Ka dhe merë shka, apëtën, edhe ka njës ka kesh, për jam mësëm dhe sa i kanë dukë dhe malë. Apo këpëtën,
Të thuk që, ti, ko. Letësane, vllazni. Letësane, vllazni. Se këtë ferë dashnia Allahut azza wa jalla, s'munesh me vështirësia ka prodhuar gjithmonë teprime. Teprim ka prodhuar, Tani teprimi kërkon veprime emergjente për me mirë rezultatet. Sepse s'ban sabër. Pa ata këshyni krejt ata që e kanë tepruar, anej qoftë kënej pa dash me përmena, emërtime, ata i shet që ata dojnë direkt me mritë rezultatet. S'munet, Ja, s'munet me bo sabër, Pa ata i shet direkt në rezultatet, se s'munet me, andaj, inne hadha din yusr, ka thonë, kjo fe është e lehtë. Wala yushad dinu ahadun illa ghalaba. Kërkush nuk e forcon, nuk e shtrëngon, këto, përveç se kam jamujt. Kam jamujt, s'e ban. Nuk më ne përballon, Dhe prej moralit, të thirrjes është shfrytëzimi i momenteve atje ke, e pastaj shfrytëzimi i të gjitha mjeteve që njëri të japen tek ajo që përmendet pyetja, shfrytëzimi i të gjitha mjeteve që njerit i jepen në shfrytëzim për me përcjell amanetin e Allahut azza wa jall të tjerë. Por në bazë të rregullave që u përbenen. A keni e kanë se di apo ndoshta mundet me pas, mundi me demantu këto, mundi me demantu sepse nuk është shumë fush, po besoj që është. Ndoshta kam shumë gabim. A keni e kanë të thonë një ka filan destin të uhid në TikTok? A ka? Ose di, nështë ka, menja nuk ma merë. Jam i bindur që nuk ma merë menja. Se nuk është fusha aty, aty kërkohet diçka tjetër. Apo? Andaj, shfrytëzimi mjeteve për me përcjell davetin është shumë e rëndësishëm, por në bazë të atyne parimeve të cilat i përmenëm, bazave të cilat i përmenëm. E zakonisht, se cila e ka një shtresë caktume, apo e ka një audiencë caktume. Me një vend është një audiencë tjetër, dikon tjetër është një audiencë tjetër, dikon tjetër është një audiencë tjetër. Me bova kia thirrsi me ra prej e audiencës, do është problem. Sepse shumë lehtë mundet me i shkel këto parime për shkak se audienca se pranon diçka tjetër. Andaj krejt lejohet me shfrytëzu ato të cilat, veç në bazë këtyne rregullave, në bazë këtyne parimeve, në bazë të këtyne mësimeve. Këto janë disa primë, janë çka do që tjetë, një fjalë, një fletush, një CD, dikur u konë diçka tjetër, sot është një diçka tjetër, nesër është diçka tjetër, mendësi është se këto janë mjete. E mjetet lejohet me shfrytëzu në bazë, përderisa ato shfrytëzohen në bazë të rregullave edhe të mundësive. A duhet të mjaftohet njëri? Padyshim se ai i cili ka ambicie të mëdha, ai nuk mjaftohet me një, as me dy, as me tri, ai i shfrytëzon të gjitha hapësirat dhe mundësitë cilat i jepen atina. Për shkak se na thamë, ai ka thonë qoftë se pejgamberllëku kesh me kanë me përpjekje, ish shumë mundu me mrri pejgamberllëkun, Tash njëri e sheh para vetes tij dhe e këshyse ku janë hapësirat, ku janë mundësitë, ku janë ato shtigjet për meselave mundet me depërtu. Thirrja në rrugën e Allahut azza wa jall, vëllezër ndrum. Nuk është thirrje individuale, nuk është thirrje personale, nuk është thirrje me inati, nuk është thirrje as për inati, nuk është thirrje as për urrëtie, nuk është thirrje as në urrëtie, nuk është thirrje as në armiqësi, nuk është thirrje as për armiqësi. Është thirrje për me njoft Allahun subhanahu wa taala, me pasu pejgamberin e sa, me besu këtij Kur'ani, me kry unat Allahut subhanahu wa taala, me lën kontribut mirë me shku nesër në xhenet. Po do me përmbyll krejt me dy përkufizime të cilat mendoj se janë shumë të rëndësishme për thirrsin, dy përngjasime. E ato janë se thirrsi duhet me kanë sikuna ujë, edhe duhet me kanë sikuna dielli, drita. Qysh ujë a keni pa në herë lëmë i cili është drejt, vish drejt. S'ka. Domosdoshmërisht ka me pas, sidomos nëse janë terrenet e vështira, ka me pas shumë lakesa. Apo? Pse? Sepse ai e merr rrjedhën e tij. Në momentin e parë që has në vështirësi të depërtimit, ai nuk nalet aty. As nuk merret me ta me çak kryt apo. Ai veç e ndron pak drejtimin,
Apo edhe vazhdon rrugtimin. Marrën mend, thirrsi duhet të jetë kështu. Thirrsi nuk nalet me një vend. Thirrsi vazhdon rrugtimin e tina, çdo herë kur dalin pengesa para tij, nuk nalet me çak kryt me ta, apo e ndron pak drejtimin edhe vazhdon rrugtimin. Kjo është e para dhe shembulli i dytë është shembulli i dritës. Drita nuk thën dyer, as nuk thën dritare për me hy mrena. Drita rën çaty. Ku t'i jepet një hapësirë sa do e vogël e depërton mrena. Apo e para depërton me çdo hapësirë sa do e vogël që është, dhe e dyta është se ban sabër që aty të dera dhe se s'ja qel derën ai të pret derisa t'ja qeç derën ose dritaren ose t'i hapet një mundësi për me hy brenda. Thirrsi në rrugën e Allahut azza wa jall duhet të jetë kështu. Nuk thën dyr, nuk thën dritare, ban sabër që aty kurdo që jepet mundësia, ai depërton brenda, sepse tek e fundit kjo fe është dritë e Allahut subhanahu wa taala, luma të zemrat që i ka prek drita e Zotit, luma të mendjet që i ka ndriçuar feja Allahut subhanahu wa taala, lum ata njerëz që veprimet e tyre i kanë të ndriçuara e të formuara mbas të dritës së Allahut subhanahu wa taala. Këto ishin disa prej moraleve të thirrësit dhe të thirrjes. Nuk e lut Allahun subhanahu wa taala që sadopak i kemi përmbledh ose i kemi përmend ato të cilat janë të domosdoshme dhe janë të nevojshme për thirrjen rrugën e Allahut. E në fund po e përmbyllim me ajetin kuranor ku Allahu xhalla shanu thot: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin." E kush është ai i cili thret në diçka më të mirë, flet diçka më mirë se ai që thret në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, pra nuk ka. Dhe bën punë të mira e thot unë jam prej muslimanëve. Allahu na bëft të sinqert në fjalën dhe veprat tona, na mësoft të jetësojmë në jetën tonë. Hadha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.